Prindërit e Martin Canit kanë reaguar pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama, i cili gjatë prezantimit të projektit Smart City dhe implementimit të tij në 20 shkolla, ju referua edhe tragjedisë që i mori jetën djalit të tyre. Në një deklaratë publike, familja Cani akuzon kreun e qeverisë se vijon ta përdorë emrin e Martinit për qëllime politike dhe propagandistike, ndërsa sipas tyre shmang përgjegjësitë e institucioneve që dështuan ta mbronin. Familja Cani shpreh ndinjatën e saj të thellë për mënyrën se si kryeministri Rama vazhdon të përdorë emrin e djalit ton Martin Cani për qëllime politike dhe propagandistike, duke shmangur përgjegjësitë reale të institucioneve që dështuan ta mbronin, theksojnë ata. Familja shprehet se deklaratat e Ramës, sipas të cilave prindërit duhet të ndihen më të qetë fal masave të marra nga qeveria, nuk përputhen me realitetin. Ata argumentojnë se edhe pas mbylljes së TikTokut, e cila u paraqit nga qeveria si një nga masat pas vrasjes së Martinit, vendi është përballur me raste të tjera të vrasjeve të miturve në Maligjit e Durrës. Për familjen këto ngjarje tregojnë se problemi nuk lidhet me rrjetet sociale, por me mungesën e sigurisë në shkolla, dështimet e sistemit arsimor dhe përgjegjësinë institucionale. Në reagimin e tyre, prindërit kundërshtojnë edhe fokusin e qeverisë te projekti i kamerave inteligjente në shkolla. Ata thonë se kamerat nuk mund të parandalojnë dhunën, nuk zëvendësojnë psikologët dhe nuk garantojnë sigurinë e nxënësve. Sipas tyre, investimi në teknologji nuk mund të zëvendësojë masat konkrete që sipas familjes do të shmangnin ngjarje të tilla tragjike. Familja Cani ngre gjithashtu pyetje për mungesën e komunikimit nga ana e kryeministrit. Ata thonë se megjithse Rama ka deklaruar publikisht se mendon vazhdimisht për Martinin, ai nuk ka takuar asnjëherë familjen, nuk ka ofruar mbështetje institucionale dhe nuk ka kërkuar falje për atë që ata e konsiderojnë dështim të sistemit shtetëror. Më tej në deklaratën e tyre, familja Cani flet edhe për trajtimin mjekësor të Martinit. Sipas familjes, në spitalin e traumës mungonin si kardiokirurgu ashtu edhe pajisja zemër-mushkëri, e cila do të kishte rritur mundësinë për të shpëtuar jetën djalit të tyre. Ata kritikojnë faktin që kjo pajisje nuk është siguruar ende, ndërsa shtrojnë pyetjen se sa jetë të tjera duhet humbasin përpara se të ndërmerren investime të tilla. Familja hedh akuza edhe ndaj policisë së shtetit, duke pretenduar se arma e krimit u gjet nga një qytetar i rastësishëm dhe jo nga efektivat, çka sipas tyre dëshmon mangësi serioze në veprimet hetimore dhe rrezik për humbjen e provave. Në fund të deklaratës, familja Cani i bën thirrje kryeministrit që të kërkojë përfundimin e hetimeve për përgjegjësinë e shkollës Fanoli, e cila sipas tyre nuk njoftoi prindërit për incidentin paraprak, si edhe të hetimeve mbi mënyrën se si u trajtua Martini nga sistemi shëndetësor. Ata e konsiderojnë të papranueshme që sipas tyre 18 muaj pas ngjarjes ende nuk ka përgjigje për këto çështje. Drejtësi për Martinin, siguri për fëmijët e Shqipërisë, përgjegjësi nga institucionet dhe veprime, jo fjalë, janë kërkesat me të cilat familja e mbyll deklaratën e saj publike.